Tronditse në Fier, gruaja e Sëmur përdhunohej në shtëpinë e saj, rezulton 2 muajshe shtatzan. Prokuroria Fier ka çuar në gjyq një shtetas i cili akuzohet për abuzim seksual me një shtetase të Sëmur. Personi identifikuar me inicialet MC abuzonte me shtetasen KC në banesën e saj dhe kundra dëshirës së saj. Bëhet me dije se e lënduara është 2 muajshe shtatzan dhe me probleme të shëndetit mendor. Rezultoi se profili gjenetik i MC paraqiste lidhje gjenetike bab-bi me fetusin e abortuar nga e dëmtuara. Sipas njoftimit të prokurorisë, hetimet nisën pas ankimit të KC, e cila gjatë një vizite mjekësore ishte informuar se ishte shtatzan. Sipas aktit të ekspertimit psikiatriko-ligjor, e dëmtuara rezultonte me zhvillim intelektual të ulët dhe me moshë madhore të një fëmijë rreth 6 vjeç. Analiza e ADN-s e kryer mbi moshën e fetusit të abortuar dhe atë të dyshuarit tregoi lidhje gjenetike bab-fëmijë mes tyre. Pas këtij rezultati, e dëmtuara është marrë sërish në pyetje dhe ka deklaruar se MC kishte përfituar nga gjendja e saj mendore dhe familjare. Njoftimi i prokurorisë: kryente marrëdhënie seksuale me person të pazot duke përfituar nga gjendja mendore. Prokuroria Fier dërgon në gjyq shtetasin MC. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasin MCC për veprën penale, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazot për të mbrojtur e parashikuar nga neni 103 fraksion 1 kodit penal, nga hetimet mbi procedimin penal numër 714/2024 të realizuara nga ankimimi të dëmtuarës shtetases KC, e cila pas kryerjes së një vizite mjekësore ishte informuar se ishte shtatzan prej 2 muajsh. Rezultoi e provuar se viktima, sipas aktit të ekspertimit psikiatriko-ligjor, prezantonte zhvillim të ulët të intelektual krahasuar me moshën mendore të një 6 vjeçari. Në vijim u krye ekspertimi i ADN-s duke marrë mostra nga fetusi adoptuar i të dëmtuarës dhe nga krahasimi me profil gjenetik nga mostrat e marra nga i dyshuari shtetasi MC. Rezultoi se profili gjenetik i shtetasit MC paraqiste një lidhje gjenetike babi me profilin gjenetik të fetusit të abortuar nga e dëmtuara. Pas këtij konstatimi, është ripyetur e dëmtuara, e cila ka pohuar faktin se kishte kryer marrëdhënie seksuale me shtetasin MC, për të cilin tregonte se ky person kishte abuzuar me të duke kryer marrëdhënie në banesën e saj pa dëshirën e saj. Ky fakt u konfirmua nga deklarime të tjera ku tregoi se e dëmtuara kishte treguar për këtë ngjarje. Shtetasi MC, duke përfituar nga gjendja ekonomike mendore dhe familjare e tyre, ka kryer marrëdhënie seksuale me të. Në këto kushte u krye ndalimi menjëhershëm i këtij shtetasi. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për hetimin e shpejtë dhe vënien para drejt përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale që cënojnë apo dëmtojnë mirëqenien dhe zhvillimin normal të miturve.